Në këtë natë do të mundohemi që s'pari herë ta këshilloj vetveten, pastaj edhe juve me një këshill, të cilën këshill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i jep Abu Dharrit radhiyallahu anhu, një shokit të vet të afër. Transmeton Abu Dharri dhe thot: "Awsani Khalili bi sab'i kalimat." Thot, më këshilloi shoku im i afër, shoku im më i dashur. Shiqoni se si Abu Dharri e cilëson Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe se si kanë qenë ata të afër mes vete. Nuk thot apo Ausani Zemili, që të gjitha do thot në të kuptimin bukfal shqip vin shok, por ka thonë Ausani Khalili. El Khallu apo El Khillu është një shoqëri e cila shoqëri është në gradën më të lartë, më të afër dhe e ka më të dashur. Për çat Allahu Azza wa Jall thot: "Wattakhadha Allahu Ibrahima Khalila." Edhe Allahu Azza wa Jall Ibrahimin e ka zgjedh për të afërm të vetin. Do thot dhe e ka veçu me këtë nga pejgamberët tjerë. Abu Dharr radhiyallahu anhu, i cili Abu Dharr transmetohet se ka qenë një sahabi modest, një sahabi fukara, një sahabi zahid, i ndershëm takva, dhe nga sahabët, nga të cilët sahab edhe është dallu dhe veçu me dituri. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë sahabi një ditë prej ditëve ndalet dhe e këshillon. Nga se Abu Dharr radhiyallahu anhu kërkon nga ai këshilla. Dhe pasi që këto ndeje, këto mezhlise janë me qëllim që të këshillohemi mes vete, unë e pash të udhës që ta përmendim një këshill të cilën këshill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë shokët të vet të afër. Thot këshilla e parë: "Amarani bi hubbil masakin wa dunuwi minhum." Wa dunuwi minhum. Thot, më urdhëroi që t'i dua miskinët, të varfërit, vobekët apo vobekët, dhe më urdhëroi njëkohësisht që të ri afër tyre. Pra nuk mjaftoi ka që një besimtar vetëm që ta don një fukara, dhe që t'i don të varfërit, dhe që t'i respekton ata, por obligohet që edhe të rinë afër tyre. Dhe kur ndalen komentatorët e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe komentojnë këtë dashuri dhe afërsi, thonë se besimtari ka mundësi që ta don dikan, por nuk është afër tij, lin larg dhe në distancë. Pra e don dhe respekton një të varfër, por e mban atë në distancë. Dhe kjo është një dashuri e cila është e mangët dhe nuk është e plot. Por dashuria e realt ndaj fukarave dhe miskinave është dashuri e cila bashkohet me afërsinë ndaj tyre. Çka nuk kupton me fjalën afërsi? Komentatorët e hadithit thonë me fjalën afërsi nuk kuptohet ndihma e tyre, apo obligueshmëria që atyre mu azgjat dorën e ndihmës, me ndihmu ata se pari herë me të holla me pare, nga se ata janë miskina, ti i don ata dhe respekton, por njëkohësisht nuk e haron deritin dhe të lashët të cilët ata i kanë. E dyta, ndihme me këshilla që Allahu Azza wa Jall, pra që të jenë sabërli në sprovën të cilën sprovë Allahu Azza wa Jall i ka sprovu ata. Pra të ndihmosh me këshill nëse nuk ke mundësi me të holla apo me pare. Pra të rish afër tyre me këshill. Të rish afër tyre me dua dhe lutje që Allahu Azza wa Jall këtë sprovë të cilën e kanë ata, sa e sa më shpejt t'u largon nga ata, që të bëjnë sabër që Allahu Azza wa Jall t'u largon këtë sprovë, që njëkohësisht edhe t'u ndihmojmë atyre derisa Allahu Azza wa Jall
të largon atyre këtë provë të madhe që e kanë. Thotë Allahu Azza wa Jall me një ajet kuranor, me të cilën ajet kuranor i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una Allah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya." Thot, edhe dura dhe ban sabër me ata të cilët e lusin Allahun Azza wa Jall, yad'una rabbahum, e lusin kanë krijuesin e tyre, mbikëqyrësin e tyre, Allahun Azza wa Jall. Bil ghadati wal 'ashi, në mbrëmje apo në mëngjes dhe mbrëmje. Pra, natë e ditë hiç pa ndal. Natë e ditë hiç pa ndal. Kush kanë këta? Pastaj yuriduna wajha, edhe këtë lutje apo këto lutje të cilat i bëjnë në mbrëmje apo në mëngjes, e bëjnë vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Kanë për qëllim afërsinë Allahut Azza wa Jall dhe dashurinë dhe rahmetin e tij të plot. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në vazhdim: "Wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati ad-dunya." Edhe mos e largo shiqimin nga ata dhe atë shiqim ta drejtosh drejt kujt? Të pasurve, me qëllim që të fitosh nga mirësitë e dunjos. Pra Allahu Azza wa Jall në këtë ajet të madh e urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të rinë afër fukarave, miskinave, nga se ata janë të cilët adhurojnë Allahun Azza wa Jall mëngjes dhe mbrëmje hiç pa ndal, edhe këtë e bëjnë me sinqeritet, vetëm e vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall, dhe urdhëron njëkohësisht që ai të mos kthehet ka zenginat apo të pasurit që të kërkon nga të mirat e kësaj dunjoje. Pra dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam urdhërohet në mënyrë të prerë nga ana Allahut Azza wa Jall që të rinë afër miskinave dhe fukarave, nga se ata janë të cilët kanë ndejt dhe rinë afër më së shumti afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga se ky din, kjo fe është ndihmu me fukara, nga se shumica e sahabëve ka qenë fukara. Dhe rastisht në përmenda se edhe Abu Dharr radiallahu anhu, sahabi i madh me gjitha këto cilësi të mëdhaja, ka qenë fukara. Përmendet dhe dietarët e përmendin kur folin për këtë burr të madh, e përmendin se ka qenë fukara dhe i varfër. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtet, i cili hadith tregon vlerën e këtyre fukarave dhe se ata tek Allahu Azza wa Jall kanë një peshë shumë të madhe, nga se janë besimtar dhe adhurojnë Allahun Azza wa Jall me sinqeritet, dhe edhe pse ata nuk kanë pasuri, aleikum salam wa barakatuh, tek Allahu Azza wa Jall nuk janë të haruar. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Innama yansuru Allahu hadhihi al-umma bi du'afaiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Si qëni sa hadithi madh. Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, thot me të vërtet Allahu Azza wa Jall këtë din, këtë fe e ndihmon me të varfërit, me të dobët, me ata të cilët janë të varfër dhe janë të dobët. Nuk kanë fuqi, nuk kanë poste, nuk kanë emër, nuk kanë privilegjin shoqëri. Ata janë të varfër. Por çka kanë ata? Thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tre cilësi kanë ata, cilësi të cilët cilësi nuk i kanë të tjerët. Thot bida'watihim, thot nga sa ata lusin Allahun Azza wa Jall, bëjnë dua Allahut Azza wa Jall, nga se e din dhe janë të mbindur në vetvete se kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall. Pra lusin Allahun Azza wa Jall, vazhdimisht bëjnë lutje. Cilësia e ditë, wa salatihim, e ata janë namazli, falen vazhdimisht. Janë për atyre të cilët falen, qoftë farze, qoftë nafile. Pra ata janë prej të cilëve falen dhe në fundit wa ikhlasihim, dhe janë të sinqert.
dhe janë të sinqert, nga se sinqeriteti i tyre e ban që Allahu Azza wa Jall atyre të pranon lutjen dhe që ki din të ndihmohet. Dhe që ki din të ndihmohet me lutjet të cilët i bajnë këta burra të mëdhej. Pra kjo është këshilla e parë, të cilën këshill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja ban shokët të vet të afër dhe të dashur e Budharrit. Pra ishte që të rinë afër miskinave dhe të varfërve dhe t'ju ndihmon ata. Dhe që t'i don ata së pari herë. E dyta, wa amarani an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fawqi. Thot edhe më urdhëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të krahasohem, që ta shoh atë që është më poshtë se unë për çështje dunjos. E që të mos krahasohem me atë që është më lart se unë, më i pasur se unë. Dhe kjo e bind besimtarin që ta din nimetin dhe mirësinë në të cilën gjendet ai. Nga se kur ta shohish atë të cilën është më i pasur se ti, e haron nimetin në të cilën nimet gjendesh ti për momentin. Por kur ta shohish një tjetër, të cilën Allahu Azza wa Jall e ka sprovu me çka? Me varfëri. E ka sprovu me smundje, krahas varfërisë. E ka sprovu me atë që ai është me qira, nuk ka shtëpi të vetën. E ka sprovu me vetmi. E ka sprovu se ai nuk ka familje. Sprovat të cilët na i shohim shoqëritë tona. Dhe ti nga ana tjetër ndalësh dhe e sheh vetveten se Allahu Azza wa Jall të ka dhënë shëndet, të ka dhënë një pasuri, një idare mesatare, të ka dhënë shtëpi, të ka dhënë familje. Dhe të ka dhënë rreth të gjerë të familjes, farefis. E sheh se në çfarë mirësi të mëdha gjendesh ti. Pra, kjo këshill është që besimtari vazhdimisht për çështje dunjos të krahasohet me atë të cilin është më i varfër se ai. E asnjëherë të mos krahasohet me një njeri i cili është më i pasur se ai. Nga se në këtë mënyrë e haron nimetin dhe dhuntit të cilët i ka dhënë Allahu Azza wa Jall ti dhe të ka veçuar nga të tjerit. Dhe thonë se lefi besimtari për çështje dunjos dhe këtë e përmendje si koment të gjithë kësaj apo këtij hadithit të madh, besimtari për çështje dunjos krahasohet me atë i cili është më i varfër se ai, më poshtë se ai. Ndërsa për çështje të ahiretit, për punë dini dhe takvallëkit, krahasohet dhe e shiqon me atë të cilën është më para se ai. Pra, kështu besimtari duhet krahasu vetveten. Unë jam për atyre të cilët falen namaznate, jam për atyre të cilët falen 5 kohë namaz, shiqo ky sa i mirë, fal namaznate, jep sadaka, agjeron të hanëtente, shkon në hax, jep sadaka, por unë i kam këto mundësi dhe nuk i bëj. Prej sotit do të përmirësohem dhe do të i bëj ata. Nga se në këtë rast e ke gjetë një yrnek të mirë dhe shembull të mirë dhe mundohesh më bë si ai. Dërsa për çështje dunjos, ajo është e poshtër dhe emrin e ka të poshtër. E dunja në arabisht do të thotë e ul, diçka e thellë. E poshtër e cila nuk ka vlerë. Pra besimtari për ahira, për dunjo, për çështjet e ahiretit, krahasohet me të devotshme dhe të mirit, të cilët pra adhurojnë Allahun Azza wa Jall me sinqeritet, ndërsa për çështjet e dunjos krahasohet dhe e krahason vetveten e mat me ato të cilët janë më të varfër se ai. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum." Tani edhe një dhëndi tjetër, edhe një përkujtim tjetër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam rreth këtij hadithi. Thot, shiqone për çështje dunjos atë të cilën është më poshtë se unë, më i varfër se jo. Ndërsa për çështje të ahiretit, shiqone atë i cili është më para jush, më i devotshëm se jo. Thot, nga se në këtë mënyrë keni mundësi që të bindeni në mirësitë në të cilat mirësi gjendeni ju dhe u ka dhuru Allahu Azza wa Jall. Dhe në këtë mënyrë keni mundësi që këto mirësi mi mbrojt dhe mi rujt.
nga se nëse nuk je mirënjohës, Allahu Azza wa Jall ta merr atë mirësi. Dhe ja jep dikujt tjetër i cili është mirënjohës dhe i cili merr sebepet për me rujt atë mirësi. Pra, edhe një hadith tjetër me këtë mana që më na tregu se besimtari vetëm në këtë mënyrë ka mundësi që të jetë mirënjohës ndaj Allahut Azza wa Jall dhe nikosisht në këtë mënyrë që mirësitë të cilët mirësi Allahu Azza wa Jall ja ka dhuru këtij besimtari që t'i mbron ata dhe që Allahu Azza wa Jall të mos ja merr nga dora e tij. Këshilla e tretë, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, wa amarani an asil ar-rahim wa in adbarat. Wa amarani an asil ar-rahim wa in adbarat. Kjo është këshilla e tretë. Dhe më këshilloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni, të tre thonet ato të tre këshilla deri më tani janë në formën urdhërore. Thot Abu Dharri, wa amarani, edhe më urdhëroi, më detyroi. Çka? Që ta mbaj lidhjen farefisnore, ta vizitoj farefisin, por nuk mjaftohet me kaq. Wa in adbarat. Edhe nëse farefisi mu ma kthen shpinën. Edhe nëse ata largon prej meje më bojkotojnë, nuk më dojnë, nuk më vizitojnë. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, vizitoje farefisin dhe ke detyrë dhe obligim, edhe nëse ata ta kthejnë ty shpinën. Edhe nëse ata ty ta kthejnë shpinën. Nga se lidhja e farefisit thot thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ليس المواصل بالمكافأة ولكن المواصل من قطعت رحمه. Thot, nuk është ai i cili apo lidhës vizituesi farefisit, thot në këtë rast kur farefisi viziton atë, kur ja kthen vizitën, të ka ardhur një afërm edhe ti i shkon atij, ja kthen vizitën. Thot, vizituesi i farefisit edhe ai i cili e mban lidhjen farefisnore është ai i cili viziton farefisin edhe nëse ata nuk e vizitojnë atë. Kjo është pra kuptimi i vërtet i vizitimit apo mbajtjes së lidhjes farefisnore. Kur ata ta kthejnë shpinën, por ti megjithatë insiston dhe mundohesh që atyre t'ju tregosh se i respekton dhe nderon dhe mundohesh që vazhdimisht në telashe dhe gjendjet e këqija në të cilat gjenden ata, mundohesh që të solidarizohesh me ata, që dhimbjen kur e kanë një dhimbje shkon dhe e ndan së bashku me ata, të mirat i gëzon së bashku me ata dhe me këtë tregon se ti je prej atyre të cilët e mbajnë lidhjen farefisnore dhe respekton dhe nderon farefisin. Esmaja radiallahu anha, e cila pra e kishte nanën mushrike. Pra nana e saj ende nuk i kishte pas pranu islamin. Dhe një ditë prej ditëve nana e saj vjen te Esmaja, pra kjo ishte muslimane sahabike, dhe kërkon çka? Kërkon diçka nga nevoja e shtëpisë, nga ent, punë grave. Dhe Esmaja radiallahu anha pa ja dhënë asaj enën apo gjërën të cilën e kërkojnë nga bija e saj, shkoi dhe e pyeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, o i dërguari i Allahut, sikur që e din, nana ime ende se ka pranuar islamin. Dhe ka ardhur dhe po kërkon diçka prej meje, nga nevojat e shtëpisë. Çka më këshillon? A t'ja jap apo të mos ja jap? Nga se Esmaja mendonte se respektimi i prindërve nëse nuk janë musliman, nuk ka nevojë. Por ran dyshim dhe tha, hajt ta pyes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çka do të më thot. Ket po i them nga se Esmaja nuk ja dha atëshën të cilën e kërkon ta ajo. I tha prit pak. Dhe më një herë shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të merr fetva. A duhet mi respektu prind të cilët janë mushrik apo jo? Hadithi është i vërtet. Dhe është në Buhari dhe në Muslim, muttafaq alej. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Naam, sili ummiki."
Thot po. Gjithsesi, thot respektoje nanën tënde. Respektoje nanën tënde. Këtë po i potencioj vëllezër. Nga se nana e kësaj sahabike të madhe në prezencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte mushrike, pa besimtare. Në prezencën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte pa besimtare, mushrike. Dhe megjithatë Esmaja radhiyallahu anha apo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e arsjeton atë dhe e urdhëron bijen e saj që ta respekton Esma. Jo që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e respektoi shirkun dhe e arsjetoi shirkun, jo. Por e arsjetoi se edhe pse ajo është mushrike, çdo bir dhe bije detyrohet që tregon respekt ndaj prindërve të tyre. Këtë po e tham nga se disa musliman apo disa xhamatli, nëse babës së tij ka hik në namaz dhe është banu ai nga ai namaz dhe thot nuk e respektoj më në babën tëm, nga se ai se ka fal një namaz. Dhe unë dana për ati dhe shkoj. Dhe ai tregohet i pa dëgjueshëm dhe i pa ndershëm ndaj prindërve ti, me arsye se ati pra i ka hik një namaz, apo ka bën një gabim, apo ka bën një haram, apo e ka bën darsme me muzikë, kështu me radhë. Çka dush thuj? Dhe kur të ndalemi dhe ta krahasojmë këtë gjendje me gjendjen e Esmas radhiyallahu anha, e cila nana e të cilës ishte mushrike, as pak nuk pat besu deri në këtë kohë. Megjithatë Esmaja pra urdhërohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta respekton nanën e saj dhe ta nderon atë. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Er-rahimu mu'allaqatun bi 'arshir rahman." Taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Hadith shumë i madh dhe shumë prekës. Hadith i cili apo të cilin hadith çdo besimtar kur ta dëgjon dhe kupton manan e këtij hadithi, prej sonte shkon dhe viziton një farefis të cilën se ka vizituar gjatë kohë. Nga se kjo çështje nuk është vetëm sunnet nasihat ders, është obligim dhe detyrë dhe çështje për cilën çështje do të pyetësh ditën e gjykimit. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot farefisi apo çështja farefisnore është e varur në arshin e Allahut azza wa jall. Është e varur për arshin e Allahut azza wa jall dhe thot men wasalani wasalahu Allah. Thot kush më viziton Allahu azza wa jall atë e don dhe ri afër ti. Wa men qata'ani qata'ahu Allah. E kush më shkput, kush largohet nga vizita e farefisit, Allahu azza wa jall atë e shkput nga rahmeti i tij. Atë largon nga rahmeti i tij. Nuk e mban më afër rahmetit i tij, por Allahu azza wa jall si pasojë e këtij gjënaji të madh, këtë besimtar e largon nga rahmeti i tij dhe e privon nga kjo mëshirë e madhe e Allahut azza wa jall. Pra, çdo besimtar ta din dhe të bindet se çështja e vizitës së farefisit është një çështje me rëndësi dhe prekshme dhe ndihshme në fenë islame. Këshilla e katërt: wa amarani an la as'ala ahadan shay'a. Edhe më urdhëroi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që të mos kërkoj nga askush asgjë. Që të mos kërkoj nga askush asgjë. Pra besimtari të mundohet vazhdimisht çdo punë ta kryejnë vet, duke mos i lodhur besimtarët, duke mos i ngarku ata, dhe të mundohet që vazhdimisht punët e tij të lidh me Allahun azza wa jall, me krijuesin e vet, nga se Allahu azza wa jall është mufarrijul kurubat, nga se ai është i cili i largon nga besimtarët të lashet dhe u azjedh atyre besimtarëve pra problemet. Pra besimtari çështjet e tij i lidh me Allahun azza wa jall. Dhe kjo është poenta e dashurisë që duhet tregu besimtarin ndaj miskinëve, që e përmendëm nga se ata janë të sinqert, e lusin Allahun azza wa jall që të lashet t'u largon ai, e nuk i lusin njerëzit.
Kuptimi i realt i këtij hadithi është që besimtari vazhdimisht deri në pikë të fundit mundohet që çështja t'i lidh me Allahun Azza wa Jall dhe t'i merr sebejpët që ai vet, duke mos i lodhur dhe angazhu besimtarët, me i zgjidh problemet që i ka. Por kur ta sheh se rrugdalja është që të kërkon ndihmë edhe nga vëllezërit e tyre, ai kërkon, por këtë e lën në pikë të fundit, si shkak të fundit, si sebeb të fundit. Nga se Allahu Azza wa Jall për këtë shkak edhe besimtarët i krijoi të ndryshëm që të kenë nevojë ndaj njëri tjetrit. Por këtë po i them që besimtari së pari herë troket në derën e Allahut Azza wa Jall. I ngrit durt lart dhe kërkon ndihmë nga ana e Allahut Azza wa Jall, e jo së pari herë nga njerëzit, e kur s'ka më çare atëherë të drejtohet Allahut Azza wa Jall. Pra, që të mos i përzim çështjet dhe gjërat, pra ta dim se s'par herë duhet kërku ndihmën e Allahut Azza wa Jall, e pastaj më në fund edhe ndihmën e vëllezërve. Thot një poet: La tas'alanna bunayya Adamin hajatan. Thot mos kërko nga bita Ademit që me të ndihmon diçka. Pse? Wasal alladhi abwabahu la tuhjabu. Thot kërkoj apo kërko nga ai i cili asnjëherë nuk i mbyll dyert e tij, nga Allahu Azza wa Jall. Pra kërkon nga Allahu Azza wa Jall, mos kërkon nga njerëzit. Pse? Shtash vjen ki dhe e tregon sebepin. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allahu akbar. Allahu Azza wa Jall hidhërohet nëse nuk kërkon nga ai. Allahu Azza wa Jall hidhërohet nëse nuk kërkon nga ai. Ndërsa njerëzit çka thot? Wa bunayya Adamu hina yus'alu yaghdabu. Thot nga se bita Ademit kur kërkon dhe i lut diçka, ata i dhërohen. Kur insiston që ata me të ndihmu, ata preken dhe janë të ndihshëm dhe i dhërohen. Ndërsa Allahu Azza wa Jall i dhërohet kur besimtari nuk kërkon nga ai. Pra vëllai jam, e ke një krijues i cili krijues është i mëshirshëm dhe krijues i cili asnjëherë nuk i ka mbyll dyert e rahmetit për robërit e tij të dashur. Dhe vazhdimisht ata dyert janë të hapura. Pra, shko dhe trokit me një derë e cila derë është e hapur. Vetëm hin, vetëm kërko. Dhe mos u lodh dhe ngarko vetveten me kërkun nga dyert e njerëzve të cilët dyert vazhdimisht i kanë të mbyllura. Që për me arrit deri te kërkesa yte duhesh me shkruajt 100 kërkesa, 100 ndërmjetësime. E ke Allahun Azza wa Jall i cili të jep pa ndërmjetësime. Por çka, vetëm ngriti durt lart dhe kërko dhe thuaj o Zot, ma jep, ma kry, ndihmo, kështu me radh. Pra, kjo është edhe një këshill të cilën këshill Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja jep Abu Dharrit radhiyallahu anhu, por këshill e cila vlen për gjithë ummetin. Nga se kjo këshill ju dha Abu Dharrit, por u transmetu deri në ditën e sodit që gjithë besimtarët të marrin mësime nga kjo këshillë e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këshilla e pestë thot: "Wa amarani an aqul al-haq wa in kana murra." Edhe më urdhëroi që ta them të drejtën, që ta them hakin edhe nëse është e idhët. Edhe nëse është e idhët. Kuptimi i këtij hadithi është që besimtari ndonjëherë kur të vjen situata të vështira dhe të rënda dhe është në pyetje që ta thot hakun dhe të vërtetën, ai asnjëherë nuk duhet hamend se a ta tham apo të mos të tham. Kur vjen pyetja interesi i dunjos dhe me thonë të vërtetën, besimtari jep përparësi të vërtetës hakit, me thonë fjalën Allahut Azza wa Jall, me thonë atë e cila është e drejtë, me thonë atë e cila është e dashur tek Allahu Azza wa Jall. Dhe asnjëherë nuk duhet që besimtari ta lënë të vërtetën për t'u abo qefin njerëzve, për të qenë më afër tyre, sepse ja ka garantu vetvetes hidhërimin e Allahut Azza wa Jall. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: kush e lën një gjë për t'u abo qefin njerëzve, meriton
hidhërimin e njerëzve dhe hidhërimin e Allahut Azza wa Jall. Dhe thot, kush e thot të vërtetën, e cila e vërtet i hidhëron njerëzit dhe nuk ka ban qefin atyre, thot atë njeri do të adon Allahu Azza wa Jall dhe njëkohësisht kanë me dasht edhe njerëzit. Allahu Azza wa Jall ka mua imponu atyre njerëzve në zemrën e tyre që ta adun këtë njerëz. Ka mua afu dashurin e ati njerit në zemrën e atyre të cilët pra u ka prish qefin. Dhe çdo besimtar i cili e ka provu këtë, e ka ndik në atësinë e saj. Që çdo herë kur ai ka marrë guximin që me thonë të vërtetën, dhe në këtë rast me aprish qefin dikujt për njerëzve, e sheh se Allahu Azza wa Jall këtij njeriu jep kënaqësi dhe rahati, dhe këtë njeriu e don Allahu Azza wa Jall, por edhe njerëzit e dojnë atë. Edhe njerëzit e dojnë atë. Por këtu do ta përmend edhe një meselë tjetër, që ndonjëherë besimtari haron se me thonë të vërtetën ka marifet. Me thonë të vërtetën ka marifet. Dhe ka mënyra të caktuara se si sheriati neve na mëson me thonë të vërtetën. Thot Allahu Azza wa Jall, ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana. Thot Allahu Azza wa Jall, walau kunta faddan ghalidha al qalbi lanfaddu min hawlik. Të gjitha këto ajete janë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamber i cili është i ndihmuar me Kur'an, është i ndihmuar me Xhibril, dhe është vula e pejgamberis, megjithatë, thot për ta thonë të vërtetën ka disa punë, disa rregulla, dhe thot kështu. Thot thret në rrugën e Allahut Azza wa Jall, shiqoni në rrugën e Allahut Azza wa Jall, në fejnë e Allahut Azza wa Jall. Pra edhe pse është feja e Allahut Azza wa Jall, edhe pse është feja hak dhe e vërtet, do të me pas kujdes se si thretin këtë fe, nga se mundesh më bosh kaktar që dikush të largohet nga kjo fe e cila fe është hak. Me çka? Bil hikmeti wal maw'izati al hasana. Thot me urtësi, edhe me këshilla të mira dhe të urta dhe të buta. Pra me urtësi, o ti pejgamber, thret në këtë fe me urtësi dhe butësi. O ti therrës, o ti besimtar, o ti hoxh, o ti musliman, o ti i cili shkon në xhami, kur t'ja thush një fjalë të mirë dikujt, zgjedhë se si ja thua atë fjalë, para kujt t'ja thu dhe në çfarë gjendje ja tregon. Pra me urtësi dhe butësi dhe me fjalë të mira dhe të urta. Thot Allahu Azza wa Jall në ajetin tjetër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lanfaddu min hawlik. Nëse ti do të ishe tregu i ngurt dhe i sert para sahabëve, do të ishin largu ata nga rrethi yt. Do të ishin largu ata prej teje. Edhe pse ti ju thu ka thonë Allahu Azza wa Jall, erdh Xhibrili dhe më tha kështu, edhe pse ti thu ka thonë Allahu Azza wa Jall, detyrohesh që t'jesh i but me ata, edhe ti arsjetosh gabimet e tyre, të mos bësh zemër ngurt, që të thosh e boni gabimin çka dojnë të bësh tash, por jo, ki mu bë i urt, i but, dhe kimi arsjetu shokët e to, sepse nëse tregohesh ndryshe, ata kanë mu largu nga ty, edhe pse je pejgamber. Pra edhe pse ti shkon në xhami, mos kujto se njerëzit kanë me të ardhur krejt mas nëse ti je i sert. Nëse ti nuk je i moralshëm, nëse ti nuk je i but. Ti gjithë ditën thuj ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi, por nëse nuk di me thonë urt dhe mirë atë fjalë të Allahut dhe të pejgamberit, do të bësh shkaktar që dikush të ashan Allahun dhe pejgamberin. A ka mundësi kjo me ndodh? Vallahi ndodh. Dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'an i mëson sahabët se kjo ka mundësi me ndodh. Dhe ja tregon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Wala tasubbu alladhina yad'un Allaha wala tasubbu alladhina." Do ta them ajetin shqip, s'po më kujtohet, audhu billahi minash shaitanir rajim. Thot edhe mos i shani ata të cilët apo putat atyre të cilët i adhurojnë. Pra mos i shani putet e mushrikëve. Fe subbu Allaha adwan bighayri ilm. Sepse nëse ju ashani atyre putat që i adhurojnë, ata do të ashojnë Allahun Azza wa Jall.
me ignorancën që e kanë. Pra mos u bën ti shkaktar që dikush ta shon Allahun Azza wa Jall, ta shon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ke kujdes dhe zgjedhë fjalët kur dikujt don më ia thon një fjalë të hajrit dhe të mirë. Dhe asnjëherë pa moralsin apo ngurtësinë e zemrave tona të mos i arsyetojmë duke thonë ja thash hakin po çka dojnë të boje. Ja vallahi. Kur t'ja thush hakin, t'ja thush në mënyrë të mirë dhe të butë që ai të përmirësohet dhe të korrigjohet. Nga se ai nuk është duke bë gabim ndaj teje. Ai dini kujt i ban gabim ai? I ban mëkat Allahut Azza wa Jall dhe ti duhet me të ardh keq që dikush bëj shkaktar që ta i dhuron krijuesin tënd Allahun subhanahu wa taala. Besimtari mëkatarin e sheh nga këndvështrimi i rahmetit dhe mëshirës, e jo nga këndvështrimi i hidhërimit dhe ngurtësisë. Që thosh çka dohet në të bëj, le të thën qafën, çka don le të ban. Ka libra, ka Kur'an, ka sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, le ta mëson hakin. Jo vallahi asnjëherë. Duhet me të ardh keq kur dikush i ban gjuna Allahut Azza wa Jall. Këshilla e 6 thot: "Wa amarani alla akhafa fillahi lawmata la'im." Wa amarani alla akhafa fillahi lawmata la'im. Edhe më urdhëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që askujt të mos i kem frikë përpos Allahut Azza wa Jall. Pra, të mos i kem frikë askujt përpos Allahut Azza wa Jall. Pra, besimtari kur don me realizu besimin e kullum dhe të pastër ndaj Allahut Azza wa Jall, ai tregohet dhe thot se unë i kam frikë vetëm Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është sebebi kryesor që sahabët, ato burra të mëdhej, ta shpërndojnë këtë din anën mban botës që kanë bri edhe deri tek ne, sepse nuk i kanë pas frikë askujt përpas Allahut Azza wa Jall. I kanë marrë sebepet dhe i kanë marrë shkaqet, janë konsultuar dhe mendu. Kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë mendu gjatë, por kur e kanë vendos, janë mbështet Allahut Azza wa Jall. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Thot, urdhëron në të mirë dhe ndalon nga e keqja dhe bën durim nga sprova që të vinë. Dhe bën durim nga sprova që të vinë. Çka nën kuptohet nga kjo? Çdo besimtar i cili besimtar, pra vendos që të thretën këtë din, këtë fe, dhe të ndalon nga haramet, i garantohen atij sprovat. I garantohen atij sprovat. Kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i erdh shpallja. E dini rastin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shkon te Hatixha, edhe Hatixha radhiyallahu anha shkon e thret kan Waraqat ibn Nawfal, axhën e saj, i cili kishte njohuri mbi fenë e pastër të Isës alayhi salam. Dhe çka i thot ai? Sikur se Allahu Azza wa Jall të mjep ymër dhe jetë që të ri afër teje kur ata ty kanë me të përzon prej Mekës. Çka i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? E mukhrijihum, i habitur. Thot çka thot? Këta mu kanë me të përzon prej Mekës? Mu ata më dojnë. Më thëjnë el emin, më thëjnë besniki, më thëjnë i sinqerti, më thëjnë i moralshmi. Edhe ata mu kanë me më përzon. Thot Waraka ibn Nawfal, thot nuk ka pejgamber i cili ka ardhur me thirrjen të cilën thirret ka ardhur edhe ti, e të mos përzihet nga populli i tij. Kjo është ligji i Allahut. Je bo pejgamber për të sprovash tash. Kanë me të përzon, kanë me trej, kanë me ta marr pasurinë, çka mos kanë me të bë. Por ti je bindur në këtë rrugë dhe i pështetesh vetëm Allahut Azza wa Jall dhe ban durim nga sprovat që të vinë. Pra besimtari i cili thret në të mirë dhe ndalon nga e keqja, nëse i vinë sprovat, ban sabër dhe këta i mirë pret, nga se kjo është rruga e pejgamberëve, rruga e të sinqertëve dhe të devotshmëve. Dhe ai e din dhe është i bindur vazhdimisht se ndihma Allahut Azza wa Jall atij do t'i vjen. Nëse njon këtë dunjë, do ta gjejnë atë ndihmë në ditën e Kiametit para Allahut subhanahu wa taala. Këshilla e fundit
thot: "Wa amarani an ukthira min qawli la hawla wala quwwata illa billah fa innahunna min kanzi tahta al-arsh." Thot, edhe murdhroj që të tham shumë një fjalë, të tham fjalën la hawla wala quwwata illa billah. Pra nuk ka lëvizës e as forcë përpas Allahut azza wa jall. As kush as gjë nuk ka mundësi me bo pa lejnë Allahut azza wa jall. E as ketë ta merr dhe ta lën këtu pa lejnë Allahut azza wa jall. E as që ka forcë më të madhe se sa forca Allahut azza wa jall. Pse me thon kët? Fa innahunna min kanzi tahta al-arsh. Thot nga se këto fjalë janë nga thesarët, të cilët thesarët gjenden nën arshin Allahut azza wa jall. Çka do me thon thesar? Thesar do me thon qyp. Aga Bedri din më mirë çka do me thon qyp, ata të cilët miren me atë sport. Qyp do me thon ai vendi sandëki ku ruhet altani. Pra diçka e shtrenjtë e çmueshme. Dhe thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këto fjalë janë nga qypi, i cili qyp gjendet ku? Ndhej, jo, nën arshin Allahut subhanahu wa taala. Fjalë të mëdha dhe fjalë të cilët besimtari i thot kur si ka frikë askujt dhe e din dhe është i bindur se Allahu azza wa jall ai është i cili i cakton caktime dhe se nuk ka mundësi asgjë me ndodh pa lejen e tij. Pra, këto ishin disa këshilla të mëdha të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dha një shokët të vet të dashur. Lusë Allahun azza wa jall që na të mësojmë nga këto këshilla dhe që t'i realizojmë dhe t'i praktikojmë në jetën tonë të përditshme, që t'jemi më të kapshëm tek njerëzit, që t'jemi pra atyre të cilët thrasin në këtë fe dhe të bëhemi padyshim se edhe më të devotshëm dhe më të afërm tek Allahu subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Unë do ta them edhe një send. Në mesin tonë kemi Sheh Ejupin, hoxhën e ndershëm dhe të njohur, por do ta kisha lut që të mos na lën bile një dy fjalë pa na i thon. Unë insistoj në këtë që hoxha gjen dhe tulet këto. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahu Gjelle Shanuhu e ndëroft hoxhën, fjalët që i përsoll, fjalë nga Kurani i Kerimit dhe fjalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjalë që nuk mund të krahasohen me dëni porosi tjetër të dëni njeri që është sado qyteti i lartë, po fjalët e Allahut janë mbi të gjithë dhe fjalët e pejgamberit vinë mbas fjalëve të Allahut dhul xhelal. Dhe këto këshilla që i foli Muharrem Efendia duhet të paktën me mbajt mend në qoftë se kret jo gjismet, në qoftë se gjismet jo një të tretën me mbajt mend. Se derisi gjithmonë kur jepet me qëllim që të përcillet, se pejgamberi alayhis salam ka thënë belligu anni walau aya. Ju përcjell nga këtë që e ndëgjoni prej meje, qoftë edhe një ajet. Se dukush janë është më pak i kapshëm, po që atë që e ndëgjon duhet ta përcjellë. Ne si muslimanë kemi për obligim, kur njeriu e ka në natyrë, e shef një film prej televizorit, dhe nesër kur takohet me një shok, e pa atë filmin mbram, si ishte, ja tregon krejt atë filmin, diku tjetër, ai filmi nuk ka ç'është rëndësi, po natyra e tij është edhe shejtanit i konvenon që të mirret me punë të kota, kurse këto që janë fjalë të argjenta, të arta, për këto fjalë shejtanit nuk i konvenon. Për atë duhet me i vënë vesh dhe duhet me marrë për obligim të përcillet në mesin e familjes, porosiet që i ndëgjon, në mesin e shokëve, se me të vërtetë e tha edhe hoxha se njerëzit kanë libra plot, është edhe interneti, po përsëri fjala që del prej gojës, prej zemrës dhe hinë në vesh, asnjëherë fjala e internetit nuk mund të futet ashtu në çat mënyrë. Përse? Se në mesin e mejlisit gjenden melekët që pejgamberi alayhis salam ka thënë
lillahi melaiketun sejjahun, Allahu dhul Gjelal ka melek të cilët janë turist në këtë sipërfaqe, bojnë turizëm. E ku e bojnë turizmin? Turizmin e bojnë, nuk e bojnë në det, po e bojnë në vendet ku ka zikër, ku përmendet Allahu dhul Gjelal, ku përmendet pejgamberi alayhis salam, ku këndohet Kur'an. Këto janë vendet që melekët gjithmonë i vizitojnë këto vende. Mbasi i vizitojnë, ka edhe një send tjetër që rrethohet, ai mezhlis rrethohet me një far qetësie, me një far rahatie, dhe ai mezhlis përcjellet nalt në hapësirën qiellore, dhe atje Allahu dhul Gjelal e përmend atë mezhlis dhe u lavdërohet melekëve me çat mezhlis që është gjetë poshtë. Këto duhet të ndjeken, megjithse ka dënjerë u vënë se njëri ka dënjerë televizori e u kupon, ka dënjerë dhe njëse tjetër, e sa ndë nuk shkoj. Sa më shkoj njëherë, për javën tjetër është e makullaj. Ala ma shpejt, shejtani mund me pak vezvese e ndalon. Të tretën javë ma nuk më pjesiq. Pra të ndjekni këto mezhlise, përcjellni këto, doni këto mezhlise, doni dietarët, se Allahu dhul Gjelal e ruan këtë feje nëpërmjet Kur'anit dhe hadiset, ama edhe Kur'anin edhe hadisin e përcjellin ulemaj. Një far krahasimi të vogël që i përmendi hoxha, Hasani Basria me një shok tjetër, kur kanë marrë pjesë dhe njerë kur i kanë këshillau ato valijt që kanë kanë në atë kohë, Hasani Basria ka thënë drejt konkret, trap, edhe aq tepër e ka respektau ai valija, edhe ka qajt dhe e ka respektau, thot unë u mundova pak anësht i bie, thot atë nderën që ja boni Hasani Basri, thot unë mbet askundi, që do thot Allahu dhul Gjelal e afron njerin që nëse e ka për hir të Allahut dhe i bën këshillat, ai këshill do të ndikojë patjetër. Por në qoftë se don t'ja bësh qefin atij pak mos i dhësh, Allahu xhalleshanu nuk të ndihmon ti, si mos të ndihmoje, atëherë mirë vesh se e jo t'ja pekën poshtë në balt, kurse atij tjetrit hecën përpara. Hafës Ramadani është gjallë hala, thot tu e dalë një herë prej xhamisë në orë ku ka qenë, një shok të ngushtë që e kisha, sa dola te dire xhamisë ai ka e ndezi cigaren kupton. Dhe unë më njëherë jam marrë atën e fuga poshtë. Për herë të parë, u idhnau. Për herë të ditë, thot mirë ma bone. Masaj mbas një kohë të shkurt të lënë cigaren, dhe mbas kësaj, fëmijët që kanë të shplaume, vajzat e atij të shplaume, janë bulau, edhe një djalë për ati është e bu në zanës talebe dhe ka dalë për jashtë, tani është në për vendet e Evropës për jashtë që bondave. Sa ka ndikau që jo e fuk mjetë cigarës që ja ka fuk cigaren poshtë. Pra kështu është se me të vërtet obligimin ne nuk e qëmë në vend sa duhet, me buta qëmë obligimin në vend dhe të ishim ndreshe, nuk ishim si imi qëtej. Të paktën ne që e njofëm, sa do kudo që e njofëm atë realitetin, tjena 10% të selefit. Thënë selefi që ka punon në 10% të asaj të punojmë, imi në kalë. Edhe qatë zamet se punë. Allahu gjëlleshon në falë të gjithve, edhe hoxhën që është mundahu pregje, direkta Allah është përbleft, edhe ju që i këni artë, Allah është përbleft, por gjithmonë këto mezhlise ndjekni dhe doni djetarët që të doja Allahu dhul Gjelal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.